Banka e Shqipërisë organizon aktivitetin e hapjes së javës së paras 2026. Guvernatori Gent Sejko ka deklaruar se edukimi financiar është një element shumë i rëndësishëm për popullatën, pasi ka të bëjë me mirëqenien e saj. Ai ka shtuar se një nga sfidat e kohëve moderne është digitalizimi dhe modernizimi i sistemit bankar dhe të pagesave, ndërsa shtoi se shqiptarët po ambientohen me format moderne të pagesave me kartë. Edukimi financiar është element shumë i rëndësishëm i cili i shërben të rive për të marrë informacionin e duhur, për të ardhmen e tyre në jetë, për të kuptuar se si duhet vepruar me kursimet dhe me investimet, se si duhet vepruar me paran, në mënyrë që të ketë përfitueshmëri sa më të mirë dhe mirëqenie sa më të mirë. Ajo që do doja të theksoja është që risia e kohëve moderne, e kohëve që ne jetojmë sot, është digitalizimi, modernizimi i sistemit bankar, modernizimi i sistemeve të pagesave, ku ne si bankë qendrore po bëjmë një punë të konsiderueshme në bashkëpunim me sektorin financiar në mënyrë që aktivitetit financiar, transaksionet financiare të jenë gjithmonë sa më shumë digjitale, sa më moderne. Ka një avancim, ka një progres të konsiderueshëm në transaksionet financiare të kryera nëpërmjet kanaleve digjitale ose kartave. Kjo tregon që qytetarët shqiptar gjithnjë e më shumë po ambientohen me transaksionet bankare në rrugë digjitale, me format moderne të pagesave, dhe ky është një fakt pozitiv pasi jo vetëm që ndikon në rritjen e formalizimit të ekonomisë, po njëkohësisht mbron dhe përdoruesit, qytetarët dhe bizneset nga shmangja e keshit dhe nga përdorimi, nga ulja e komisioneve, nga përfitueshmëria që sjellin përdorimi i kanaleve digjitale. Në këtë kontekst, unë besoj që edhe gjatë kësaj jave të globale të paras që ne e quajmë, do të kemi disa aktivitete ku do të shpjegojmë se si punohet më mirë me bankingun digital, se cilat janë avantazhet e përdorimit të celularit dhe formave të tjera digjitale në transaksionet bankare.